Po, unë do të të përgjigjem duke kohëtuar shefin e shtabit aktual të Gjermanisë, generalin e kategorie Breuert, i cili gjatë një konference për sigurinë dhe mbrojtjen në Singapur u përkufizoi rrezikun rus me përkufizimin që bëjnë estonezët për rrezikun rus. E ndjejnë nxehtësinë, falni, e shikojnë zjarrin dhe e nuhasin tymin. Sot për shembull në Vilnius pati një takim të vendeve të quajtur Bukureshti 9, ku ishte i ftuar dhe presidenti Zelenski. Presidenti Zelenski dha një mesazh të qartë për atë që ai ka zhvilluar ose forcat armatosur kanë zhvilluar, është një veprim i zgjuar dhe i paimagjinueshëm nga perëndimi. Është thënë që Ukraina nuk ka asnjë kartë, Ukraina ka karta dhe do t'i nxjerrë ato një pas një. Kjo ishte ajo karta që presidenti Zelenski udhi në tabelën e shahut mbretëreshën që quhet dron.